Unë thash, Berisha s'ka nevojë për fushat për njëri. Thjesht, personi ka akses të madh se ka qenë tek bashkë menaxheri i zotit Trump. Por për mua truri më i fortë është Paul Manafort, një person që ka qenë 81-shin me Trumpin, shumë i afërt, ishte përpara 2 javësh, 3 orë me zotin Trump, pra aksesi është siguruar. Tani, unë nuk kuptoj që 2 njerëz me këtë emër kaq të madh, që kanë qenë prezent tek fitoria e Trumpit. Manafort e uftua mbas debatit të parë, pa pagesë. Si mund të pranojnë të shkojnë në një vend, në një fshat vogël në Ballkan dhe të humbasin? Këtë duhet ta kuptojnë njerëzit. Ky është mesazhi që japim, por ajo që them që Berisha e ka vetë forcën, energjinë që ka marrë përsipër të kryejë fushatën, ndërkohë që ndihem keq që nga ana tjetër Rama, një njeri brezit tim, i lindur në Tiranë, flet në këtë mënyrë. Nuk mund të drejtohesh votuesve, nuk mund të ofendosh dhe nuk mund të tallesh me ta. Nuk është në nam i madh të votuesësh. S'ka ndonjë problem. Ke qenë shumë kohë gjatë në politikë. Ke bërë çfarë ke bërë, por fakti është edhe nga administrata, nga ato kontakte që kanë, nuk e duan. Sepse nuk mund pranojnë shqiptarët vazhdosh të ofendosh. Shpresojmë që ta bëjnë mësim këtë që sapo the, të mësojnë të humbasin dhe më në fund shqiptarët të kenë rotacion, pse jo, të shpesht edhe të vazhdueshëm për të pasur figura të reja. Ta them e fundit nga një shikuesi nga Shqipëria tha, ta heqim me votë Robert Bert, me votë, jo me ju amerikanët, me votë vetë shqiptarët. Kjo do ishte fitore më e bukur. Qartë, janë pak se të komplikuara gjërat dhe ju e dini mirë këtë. Zoti Palla, përshëndes. E komplikuar se është fakt. Në gjithë linjen vazhduese të Partive Komuniste kanë hikur, pse në Shqipëri do të vazhdojnë? Thjesht. Thjesht? Duhet ndryshuar kodi zgjedhor edhe ca gjëra tjera apo jo? Ajo mund ndodh, askush mund mos marrë 71 vota. Edhe kjo mund ndodh, këtë drejt. Mbetet për të parë. Mbetet për të parë. Përshëndes, faleminderit shumë. Gjithashtu. Mirë, do të